Më 27 dhe 28 maj 2025 në Bruksel u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi në kuadër të programit të zgjerimit të Komitetit të Rajoneve të Bashkimit Evropian. Bashkia e Lushnjë ishte pjesë aktive e kësaj konference, duke prezantuar përfundimin me sukses të projektit Kopshtetet që erdhe me energji inteligjente, një iniciativë e cila synon reduktimin e konsumit të energjisë dhe mbrojtjen e klimës. Ky projekt konkretizoi instalimin e paneleve fotovoltaike në çerdhet dhe kopshtet publike të qytetit të Lushnjës, një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një të ardhmeje më të gjelbër, efikase dhe më të qëndrueshme për komunitetin lokal. Projekti është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim dhe është zbatuar nga GIZ në Ballkanin Perëndimor dhe CPMA në Turqi. Pjesëmarrja në këtë konferencë ishte një mundësi e shkëlqyer për të ndarë përvojën e Bashkisë Lushnjë për të thelluar bashkëpunimin rajonal dhe për të forcuar angazhimin për tranzicionin energjetik dhe integrimin evropian.